Drejtoria e Emergjencave Civile dhe Zjarr Fikse në Bashkinë Shkodër ka marrë të gjitha masat për sezonin e verës. Sipas drejtorit Ridvan Bushati, është hartuar një plan masash konkrete ku fokusi kryesor do të jetë velipoja, qoftë për sa i përket shërbimit Zjarr Fikës mjekësor, por edhe atij policor. Bashkia Shkodër, në bashkëpunim me drejtorinë e policisë qaku Shkodër, drejtorinë e kufinit, drejtorinë rajonale të spitaleve, drejtorinë arsimore dhe drejtoritë tjera në varësi të saj, kanë përgatitur një plan masash për marrjen e masa dhe vazhdimin me sukses të këtij sezoni turistik. Konkretisht, problemi më i madh ekziston në Velipoj, ku atje pushojnë sidomos punjavët 100.000 pushues. Në ana e bashkisë do stacionohet për gjithë periudhën e sezonit turistik një shërbim Zjarr Fik 24 orë non-stop. Gjithashtu nga ana e drejtorisë spitale në marrën masat për shtimin e shërbimit mjek infermier. Gjithashtu nga drejtoria pyetore në Bashkia e Shkodër do ketë shtesë punonjësh vërtetuesash për të eliminuar çdo lloj rasti për pa ndaluar, më mirë thënë, çdo lloj rasti të zjarrave. Pra, të gjitha këto në koordinim me njëra tjetrën, besojmë se sezoni turistik do kalojnë pa probleme. Ndërkohë gjatë këtij sezoni vëmendje do t'i kushtohet edhe pikës turistike të Shirokës dhe Thethit. Në Kmetet jashtë vëmendjes dhe Shiroka, Zogajt, do kenë inspektorët dhe policia bashkiake, do ketë punonjësit e policisë për monitorimin paktën gjatë periudhës së pikut të plazhit. Në Kmetet jashtë vëmendjes gjithashtu dhe Thethi, policia shtetit ka krijuar një post shërbim atje, do ketë 24 orë 24, plus njësi administrative shalë, krahas vojtuesave për analimin e vatrave të zjarrit, do kenë dhe detyrën për të drejtuar ndihmë turist që cilët kërkojnë ndihmën e këtyre shërbimeve që atje do jenë. Sezoni i verës, sidomos në pika turistike, rrit nevojën e shtimit të masave për të ofruar shërbimet e duhura gjatë 24 orëve.